Tensioni i gjakut mund të matet në 2 krahët, por i rekomanduar është krahu i majt. Kjo për arsyen e thjeshtë se ky krah është më afër zemrës dhe shpresohet se tregon vlera më të sakta. Rekomandimi i mjekëve të shoqatës amerikane të zemrës, American Heart Association, është fillimisht matet tensioni në 2 krahët. Teorikisht, vlera për të mos thënë të njëjta duhet të jenë të përafërta. Të përafërta quhet me një diferencë jo më të madhe se 10 mm shtyllëzive. Diferencat deri në këtë vlerë konsiderohen normale, pasi mund të vinë nga disa ndryshime të vogla anatomike të njërit krah me tjetrin. Nëse diferenca e vlerave të gjetura në mes të 2 krahëve është më e madhe se kaq, atëherë herët e tjera krahu me vlerën më të madhe përdoret për të matur tensionin. Kujdes, kur vlerat e matura të tensionit ndryshojnë me shumëfisht të 10-s, duhet të konsultoheni me mjekun kardiolog. Dyshimi është për një stenoz, pra ngushtim të një arterie që kalon nëpër krah, të quajtur arterie subklaviane, ose probleme të tjera që vetëm ai, pra mjeku kardiolog, mund t'i diagnostikojë. Rekomandimi i përgjithshëm është: tensioni duhet të matet vazhdimisht në të njëjtin krah, që është i majti ose krahu që tregon vlerën më të lartë. Në këtë mënyrë, ndonjëherë rastis të jetë edhe i djathti. Bëhen përjashtime kur krahu që zakonisht mati tensionin është jashtë nënshtruar ndonjë operacioni. Ka dëmtime si vendosje fistule për dializë, ose kanula për të mundësuar perfuzionet, serumet ose injeksionet intraven.